Shkoj me postimin e radhës, ku e ki postu, edhe kjo shumë pëlqen, Mos e po më shtifitin Shumë pëlqen, e di pse hoxha. Pse e ki thonë kështu domethënë. Në jetë ka mundësi të gjithë t'i gënjesh, përveç vetvetes. Sa dush, shtash unë që kum kuptu, si xhamati jot, këtë shkrim tonë. Domethënë, sa dush ti mundesh më bë musliman i madh ose humanitar i madh ose çka po di unë, e di veten se në rrein, edhe Allahin veten. E di vetë jote se ç'ke të bëj më po. Padyshim, ajo është njëri bile po ta pak një këtë shkuptim për disa vëllezër dhe kur e postova këta, më thanë përpos Allahut. Thash ajo dihet, krijuesi absolut e din çka kanë xhoksat tona dhe zemrat tona. Po qëllimi me krijesat të cilat nuk e shohin brendësinë tonë. Andaj ne mumi këtë njerëzit mi gënjymi rrejt, mu bë munafik që shtemi ne, në pikpamje të cilën ne, unë edhe ti mu marru të devotshëm para njerëzve, që unë jam, ose jam intelektual, ose jam i devotshëm, ose jam njeri përpikt, mirë po ti vetën tonë së në rrejnë. Andaj, shpesher edhe kur kërkojmë fetfa prej hoxhallarëve, prej dietarëve, që është një thënie Muhamedit a.s. Pyete veten tonë edhe nëse t'japin fetfa, muftit apo fetfaxhit e tjerë. Ka ndonjëherë njeriu e ka një cak, e ka një qëllim me arrit. Me bëme. Edhe nuk le mënyrë vetë se ta morën një po prej një hoxhës për një dietarit, që pasaj të arsyetohet për veprimin e tij. Në këtë rast ti mundesh mi gënjy atë hoxhën, mi aparaqit domethënën atë gjendjen hallin tan, s'ka mundësi, s'unë paguaj borxhin, jam i smut, du një shtëpi, kështu me radhë arsye të ndryshme, edhe ti e kërkon një legjitimitet, me thon po. E kërkon një arsyetim, po. Mi po realisht ti vetën tonë s'u në rrein. Andaj subhanallah, investimi në atë të mbrëmshmen është shumë e rëndësishme. Pejgamberi on sallallahu alaihi wasallam në hadithin të cilin e transmeton Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, i cili hadith gjendet te Imam Muslimi, edhe Buhariu një ashtu, thot Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha la yanzuru ila samikum wala ila suwarikum. Me të vërtetë Allahu nuk shikon në pamjen e juaj, as në fizionominë e juaj, mirë po shikon në zemrat e juaja. Andaj zemra është ai temeli ku ti prej aty të buron, ose që ka në hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, çdo mëngjes zemra ju thot gjymtyrëve të tjera, unë jam në rregull, ose gjymtyrë në falni, se hadithin e gabova në shpjegim, unë jam në shërbim tonë në zemër, i thot dora, goja, këtë gjymtyrë, që ose ti e në rregull, këtë në tjera do t'jemi në rregull. Andaj ti mundesh me rrejt këtë suno, që shecek edhe ti. Mundesh po boni njëri devotshëm momental. Mundesh po bë bamirës momental. Mundesh po bë njëri i moral shumë momental. Mi mashtru këtë edhe ato me don vllajka. Po. Mashallah me. Mirë po, ti vetën tonë së në rrejnë. Kur shkojsh në shtëpi, funit ne kena atë shtëpinë kanere kena simburuja, na kujton ai që kena marrë momenti i varrit ku kena muda në vet. Në këto momente, unë edhe ti duhet me kuptu që këtë mundesh mirë rrejt. Edhe unë tash ti edhe ti mua. Mi po realisht vetën tonë në brendësinë tonë, ti e di sot a ki fal sabajin ko. A ki bëj unë se di shembull. A ki lexu Kur'an, a ki bëj dhikr, a ki bëj ato. Këtë këto ti mundesh mirë rrejt krejt. Ose axherimi shembull. Ti mundesh krejt mirë rrejt, ama vetën tonë s'u rrejt. Se ti e di që s'ke axheru. Ti mundesh me thonë njerëzve jo, sa më të hongër, sa më të pi, Kur'an Ramazan, mi po realisht ti vetën tonë në brendësinë tonë ti e di që ti u gënjej. Allah na bëf sinqert ja Rabbel Alamin. Amin. Unë po flas edhe për veten, edhe mos kujtojmë që ne jemi atu xhiku këtu na. Unë po flas që dikush mundet më thonë, "Hey, ku ke shumë musliman i madh që veç për feja ne këne." Ama unë e di mrena e kum fal sabah në xhami, e kum bë dhikrin e mëngjesit dhe për mu bë musliman i madh, Allahu s'ka nevojë ajo publika. Po, që e ne nuk i drejtomi ka njerë mosës, ka njerë i drejtomi vetvetes. Ka njerë është inspirim momental, ka njerë është shuazim, ta kumë cejkat mënyrën sezonin e kalumë. Po, mënyrat e postimeve të shqipojmë, ka njerë i përkthejmë, ka njerë uazojmë, ka njerë frimzimi joni. Mirë po, ato kur i tregojmë nuk është që ne e abstenojmë veten ose e kallëzojmë veten që ne jena me laçe. Jo, pikë spari vetes mëse shoqërisë. Unë e lexoj këta kjo për mua vlen, mos e për tjerë. Allah na bëf sinqert. Amin.